Është e pamundur që na të presim me zgjidh problemin, për shkak se problemi ndodh në shkollë, tash na ti ndryshojmë dinamikat në shtëpi që dhe jo, duhet të ndalet faktori precipitues i problemit, domethënë faktori ose zanafilla që është duke mbajtur problemin. Rastet më të zakonshme që aktualisht i kemi janë bullizmi. Po, dhe kjo është temë vete, domethënë paragjykimet, bullizimi. Kjo tash aktualisht është një fenomen në rritje. Pavarësisht dhe çka është interesante, pavarësisht kalimit të kohës dhe që na sa më shumë po identifikojmë forma të reja të bullizmit, pavarësisht që po japim më tepër akoma informacione, e kam përshtypjen që sa më shumë po informojmë që as më shumë është rrit bullizmi. Dhe kjo është atipike për shkak se na do donim me pas efektin e kundërt. Tash shkollat në të vërtetë nuk kanë psikolog ose domethënë persona të cilat duhet të merren me këtë. E vërtet kanë, po sa janë të efektshëm. Kjo është çështja. Domethënë shpesh e vrej që mungon vullneti dhe kur flasim ne i thojmë të dhënat kolaterale, pyesim për shembull prindin, e pyesim mësuesin, e pyesim vllahun, motrën, bla domethënë të klatë, po konkretisht të viktimës së bullizmit. Dhe shohim që psikologu mund ta ketë taku vetëm një herë. Dhe realisht në çdo rrethana ne nuk kërkojmë që të bëjmë të bëjmë terapi individuale. Në rastet e bullizmit është më e rëndësishme që na të bëjmë një farë intervenimi grupor, sepse ata nuk janë 1-2 raste, ata janë shumë raste. Po nuk duhet të punohet me fëmijën e bullizuar, duhet të punohet edhe me bullizuesin, sepse realisht bullizmi është një sjellje e cila është sjellje e bartur. Është një mekanizëm i kuptimit të rëndosjes së reagimeve në ambientin ku ashtu i ka realizuar në shtëpi. Që domethënë një i bullizuar bullizon. Prandaj qëllimi është ta ndalim këtë cikël. Mirë, po kjo është një padyshim që komponenta që në të dy rrethanat ndodhin në shtëpi apo në shkollë, e para që do të afektohet janë arritjet akademike. Po cilat janë paragjykimet më të shpeshta me të cilët fëmijët me nevoja të veçanta përballen, si nga bashkëmoshatarët, po ashtu edhe ndoshta nga stafi arsimor? Zakonisht paragjykohen prej bashkëmoshatarëve atëherë kur nuk krijohet një klimë e mirë bashkëpunuese. Fatmirësisht në shumë shkolla kjo pjesë nuk vërehet shumë, për shkak se punohet qysh në klasën e parë herët nga ana mësimdhënësve. Këtu luan një rol shumë të rëndësishëm mësimdhënësi, se nëse mësimdhënësi edhe fatmirësisht në shumë shkolla kemi mësimdhënës tillë që krijon një klimë as mirë bashkëpunuese saqë nuk vërehet, edhe kjo saktësisht është gjithëpërfshirja. Por saktësisht kjo që fëmijët me nevoja të veçanta të janë të përfshirë në shkollë jo vetëm fizikisht, po janë përfshirë në të gjitha aktivitetet dhe në gjithë plan programin. Prandaj përdorëm edhe i cekëm atë mekanizma të cilën e thamë më herët, bile mes tjera është shumë i rëndësishëm, të cilën nuk e cekëm me mësimdhënësin mbështetës, që për fatkeqësi nuk janë shumët, edhe ka mungesë e që një shkollë gjithëpërfshirëse duhet gjithsesi ta ketë një mësimdhënës mbështetës, të cilët luajnë një rol shumë të madh në këtë pjesë, sidomos në adaptimin e fëmijëve, në procesin e krijimit kusheve të përshtatshme që fëmiu të ndihet i barabartë, të ndihet i pranuar. Dhe të gjitha ato mekanizmat që më herët i përmendëm, që vlerësim adekuat, që ofrimi një mësimdhënie adekuate, apo një plan i përshtatshëm, krijon pra që fëmia të jetë i pranueshëm. Sepse mësimdhënia edhe mësimdhënësi fokusohet në aftësitë e nxënësit, fokusohet në talentin, në atë që fëmia mund të bëjë, jo me atë që fëmia nuk mund të bëjë. Pra, do thotë deri kur më rrim në atë pjesë, atëherë pranimi bëhet më i lehtë.